Përmes maljeve të thepisura dhe luginave të thella të Malësisë, rrjedh lumi Cem, një nga lumenjtë më të pastër, më të egër dhe më të bukur të rajonit. I lindur nga shpirti i Alpeve dhe i rritur mes shkëmbinjve e gjelbërimit të pafund, Cemi është më shumë se një rrjedh uji, është një pjesë e pantare e historisë, kulturës dhe jetës së malësorëve. Pamjet që ofron ky lum janë mahnitëse, me kanjone të thella, brigje dhe panorama. Cemi ka qenë për shekuj pjesë e qenies së Malësisë. Në brigjet e tij janë rritur breza të tërë, janë ndërtuar ura të gurta që lidhin fshatra e lagje dhe janë ruajtur rrëfenja që flasin për qëndresë, dashuri dhe jetesë të vështirë, por mbi të gjitha fistike. Është një lum që flet pa fjalë, që tregon pa zë dhe që ruan në çdo kthes të vet historinë e një populli të lidhur ngushtë me natyrën. Lumi Cem është gjithashtu një parajs për peshkatarët. Përveç bukurisë, ai është i pasur me faunë ujore, veçanërisht me troftën e egër, një specie çmur që gjendet në ujërat e pastra të zonës. Peshkimi në Cem nuk është vetëm një sport apo një mënyrë për të siguruar ushqim, është një traditë që përcjellet bespas brezi, një aktivitet që lidh njeriu me ujin dhe që zhvillohet me respekt për natyrën. Në vitet e fundit kjo traditë ka nisur të marrë një formë më moderne dhe të organizuar, gjithnjë duke u kujdesur për ruajtjen e ekosistemit. Dhe në këtë frymë zhvillimit të qëndrueshëm, nga iniciativa e organizatës jo qeveritare Trofta, hapet klubi sportiv i peshkimit Cemi. Në një bisedë me kryetarin e kësaj organizate, Ermin Kajoshaj, ai për televizionin Bojin ndan vizionin dhe disa informacione më të detajuara sa i përket pikërisht kësaj nisme. Po, si ide ishte me të vërtet e kamoshme Themi, sepse dashamirësit e lumit Cem, peshkimit sportiv, kishin si ide që Malësia të bëhet me një klub sportiv të peshkimit dhe besoj se ka munguar interesimi në vitet e kaluara, por ne si organizate qeveritare Trofta kishim si synim që në vitin 2025 dhe një prej aktiviteteve kryesore t'ishte iniciativa për formimin e klubit dhe formimi i klubit të peshkimit. Kështu që prap them si ide nuk është diçka e re, ndoshta mënyra e realizimit ishte diçka më ndryshe se sa e kishin imagjinuar dashuruesit e Cemit dhe adhuruesit e Cemit më parë, por besoj se është me të vërtet një drejtim i mirë sa i përket ruajtjes Cemit dhe fondit të peshkut. Atëherë ju si kryetar i kësaj organizate, pra organizatës jo qeveritare Trofta, cili ishte momenti kur kuptuan se Malësisë i mungonte një nisëm e tillë dhe vendosët të veproni? Po, prej një vitin 2013, Malësia dhe lumi Cem, të jemi më të saktë, ishte në mirëmbajtjen e klubit sportiv të Podgoricës. Kështu që roja ishte shumë e pakt, pastrimi mos flasim se ishte minimal ose hiç, dhe shumimi i peshkut në lumin Cem, gjithashtu edhe ruajtja e peshkut në lumin Cem ishte minimale. Kështu që mendoj se një klub sportiv i tillë është dashur Malësisë që lumin Cem ta marrë në dorë, ta udhëheqë vetë dhe të vendosi vetë për pasuritë e saj që i ka. Lumi Cem ka qenë gjithmonë në fokusin tuaj. Si e ndjeni lidhjen tuaj personale me këtë lum dhe çfarë synoni të mbroni konkretisht përmes këtij klubi? Sa i përket lumit Cem, mund të flasim me orë tëra, sepse me të vërtet është një perlë e Malësisë, një perlë jo vetëm e Malësisë, po edhe me gjerë, me bukuritë e saj që i ka, me pastërtinë e ujit, edhe me të vërtet kanjonin ma gjeps që ka, kurse sa i përket klubit sportiv Cemi, ne si synim kryesor kemi ruajtjen e fondit peshkut dhe rritjen e saj. Gjithashtu kemi si qëllim të hapim një zonë të caktuar që do jetë vetëm për fly fishing. Do të thotë do nxihet peshku dhe në të njëjtën kohë do lëshohet mbrapa.
Kjo zonë do jetë vetëm për peshkatarët sportiv, të cilët me të vërtetë kanë peshkimin në zemër dhe e bëjnë atë pjesë si rekreacion. Ka dhe shumë ide tjera cilat do realizohen vitin e ardhshëm, siç është shkolla e peshkimit, një gjë shumë e re në Malsi. Megjithse në vende tjera perëndimore ajo është shumë e zhvilluar, ndikon shumë në mendimin e fëmijës, në aktivitetin e tyre, në mirëqenjen psikofizike, edhe shumë gjëra tjera. Largimi nga rrjetet sociale, nga telefoni, kompjuteri, dhe besoj se kjo është një prej gjërave që deri me tani nuk është bërë diçka konkrete, sa i përket aktivizimit të fëmijëve në Malsi me natyrën dhe gëshëtimin e këtyre dy gjërave të bukura, siç është lumi i Cem dhe peshkimi, mendoj se do të arrisim një qëllim që e kemi, ti aktivizojmë fëmijën dhe mendojmë pak për të ardhmen e tyre, të shëndetshme si ashtu fizike dhe ashtu mendore. Dhe padyshim që ku ka ide, ka dhe vështirësi. Sa vështirë ishte ta ktheni këtë ide në realitet dhe me cilët njerëz apo institucione bashkëpunuat gjatë rrugës? Sa i përket vështirësive, çdo fillim është i vështirë. Ndoshta pjesa më e vështirë ishte se kjo iniciativë, kjo punë do t'jetë e tëra vullnetare. Do të thotë nuk do paguhet dikush konkretisht që për shembull të vinë të pastrojë ose të bëjë një aktivitet, është krejt një pjesë vullnetare dhe për këtë arsye kishim problem pak interesimin, sepse e dim se njerëzit janë zënë me punë dhe është vështirë ndoshta të ndajë një pjesë të kohës tyre për të gjetë me bërë një aktivitet kështushëm. Gjithashtu edhe problemi tjetër si çdo organizate ishin edhe financat, por dal nga dal ja kemi arrit qëllimin të formimit të klubit sportiv. Gjithashtu duhet falenderuar edhe organizatën turistike e cila me të vërtetë është e hapur për bashkëpunim si me organizatën jo qeveritare Trofta, ashtu edhe me klubin sportiv Cemi. Kemi bashkëpunuar edhe me dashamirësit e lumit Cem, cilët me të vërtet janë të shumt, po për një arsye ose tjetër nuk mund t'jenë aq aktiv ndoshta edhe sa dëshirojnë ata, por besoj se kjo ide, kjo iniciativë do t'jetë një arsye për ta që të angazhohen më shumë, që ndoshta shoqërinë e tyre, cilët nuk janë aq aktiv, t'je aktivizojnë dhe së bashku të arrisim një qëllim të përbashkët, cili është ruajtja e ambientit Malsis, ruajtja e bukurisë sonë natyrore të Cemit dhe peshkut ose troftës të cilin e kemi në Cem. Atëherë ju sapo e cekët që ky klub nuk është vetëm për peshkim, por edhe një formë edukimi dhe lidhjeje me natyrën. Si e shihni rolin e këtij klubi në brezin e ri në Malsi? Do të thotë edhe me organizatën e qeveritare Trofta kemi pasur disa aktivitete sa i përket vetëdijsimit dhe njohurisë së të rinjve me shkolla fillore për lumin Cem dhe ambientin në përgjithësi. Besoj se me hapjen e shkollës peshkimit do të kemi një mundësi më të madhe që fëmijat kyçen më shumë me natyrën, të jenë më aktiv dhe ajo kohë të cilën do e kalojnë pranë lumit Cem duke trajnuar ose duke peshkuar mbas trajnimit, do e kenë edhe një mënyrë si orë edukative, sepse personat që do merren me trajnimin e fëmijëve do të kenë atë mundësi që të kenë një lidhje edhe me nxënësit, edhe me fëmijët e cilët do të jenë praktikantë të peshkimit, t'ja u shpjegojnë gjërat më shumë, të kenë një lidhje ndërmes njëri tjetrit dhe ashtu ndoshta të arrisin dashurinë për ruajtjen e ambientit dhe Cemit në përgjithësi, kështu që vetëm do të thotë aty ku kemi filluar dua ta vazhdojmë me një intensitet më të madh dhe me një dashuri më të madhe për kushtim
më të madh dhe shpresojmë me një numër sa më të madh aktivistësh. Dhe tani që përmendëm edhe malsinë dhe rinin e saj, çfarë vendi zë tradita e peshkimit në kulturën e malsisë dhe si synoni ta ringjallni atë përmes aktiviteteve të klubit? Sa i përket peshkimit, me të vërtet është shumë i përhapur në Malsi, sidomos në zonën e Lumit Cem, duke ditë se në kohët e kaluara Lumi Cem kishte shumë më shumë peshk dhe mundësia për të kenë një drek me peshk të freskët nga Cemi ishte shumë e madhe se sa është sot, dhe qëllimi ynë është kryesisht kjo, që çdo kush që ka dëshirë të vinë të peshkojnë në Lumin Cem, të ketë mundësi me nxanë një peshk. Mos tjetë duar thatë duke u kthyer te shtëpia, por të paktën një peshk ta marrë nga Lumi Cem, kështu që besoj se ajo traditë do vazhdoj, që është në Malsi sa i përket peshkimit në Lumin Cem, por ne shpresojmë edhe se ndoshta kjo traditë do të marrë edhe një kahje tjetër në mënyrën e peshkimit, në mënyrën e nxënjes peshkut, edhe këto pjesë tjera që i ka peshkimi, siç është lëshimi i peshkut, edhe shumimi i fondit peshkut. Kështu që u bëj thirrje gjithë peshkatarëve, sidomos në Malsi dhe atyre që jetojnë në brigjeve të Lumit Cem, që të aktivizohen më shumë, dyert tona janë të hapura për gjithë, antarësimi është i hapur për gjithë, do të thotë nëse kanë dëshirë, nëse kanë vullnet që Lumin Cem ta bëjmë një vend më të bukur, edhe për peshkim, edhe për turistë, edhe për personë cilët thjesht vinë pranë Lumit Cem të pushojnë, të kenë një mundësi më të mirë dhe një ambient më të bukur. Po sa i përket organizimit të aktiviteteve, çfarë lloj aktivitetesh planifikoni të organizoni? Pra, a do ketë gara udhëtim peshkimi apo ndonjë shkollë verore për fëmijët që ju më parë edhe e ceket, por të më tregoni pak më shumë sa i përket kësaj pjese? Po, siç e ceka, shkolla do të thotë jo vetëm verore, por gjatë gjithë sezonit do të jetë shkolla e hapur që nga viti i ardhshëm, ku regjistrimi mund të bëhet në zyret tona që i ka klubi, kështu që prej vitit të ardhshëm edhe një risi tjetër vjen së bashku me klubin sportiv që do të hapet shkolla e peshkimit e para në Malsi. Shpresojmë se do të ketë interesim shumë të mirë sa i përket prindve dhe rinis. Gjithashtu, prej vitit të ardhshëm në Lumin Cem kthehet përsëri organizimi i garave të peshkimit, kësaj herë do të jetë edhe më i mirë, edhe më organizuar, sepse shpresojmë se garuesit të cilët do të tregojnë një sukses më të mirë, do të kenë mundësinë që klubin dhe Malsin ta përfaqësojnë në gara shtetërore, ndërkombëtare, ndoshta edhe ato botërore, ku me ditë. Dhe tani sa i përket interesimit, është në rritje dhe për të gjithë ata që janë të interesuar, si mund të kyçen dhe të bënë pjesë e këtij klubi? Sa i përket interesimit, është pak më i mirë se sa kemi pritur, gjë shumë e mirë dhe nxitse sa i përket punës sonë dhe vullnetit tonë, sepse me të vërtet na shtyn dhe na tregon se diçka e mirë po bëhet, por interesimi kur nuk është i mjaftueshëm. Kemi sa mira njerëz në Malsi, kështu që ndoshta me 20-30 veta sa për fillim është edhe pak, por gjithsesi më mirë se çka qenë. Kështu që interesimi është në rregull,
por mundet më mirë, kurse sa i përket antarësimit të sportistëve apo të antarëve në klub, siç thash, antarësimi është i hapur për çdo kënd që dëshiron të jetë pjesë e klubit dhe paga vjetore e cila duhet paguar për antarësim është një shumë simbolike, 30 euro në vit. Ata mund të kontaktojnë përmes rrjeteve sociale që kemi në Instagram dhe Facebook, gjithashtu edhe personalisht nëse dëshirojnë. Për antarësim përfundon gjithë dokumentacioni dhe zyrtarisht bëhen antar të klubit. Një klub i ri i cili synon shumë, si është pritur kjo iniciativë në komunitet? A keni pasur mbështetje apo ndihmë nga malësorët dhe institucionet lokale përkatësisht? Ndihmë, siç e ceka, deri me tani, sa i përket institucioneve kishim nga organizata turistike. Ata ishin të parët cilët e hapën derën për një ide si kjo, dhe sa i përket institucioneve, deri me tani, angazhimi vetëm është bërë nga organizata turistike. Besojmë dhe shpresojmë se në të ardhmen edhe komuna në përgjithësi do ketë interesim më të madh për të bashkëpunuar me klubin sportiv CEMI dhe institucionet tjera të cilat e kanë edhe si detyrë, siç është Ministria e Sportit, sektori i peshkimit dhe Ministria e Bujqësisë, sektori i ujrave të ëmbla. Dhe për fund, cili është mesazhi juaj për të gjithë ata që duan të ruajnë dhe promovojnë bukurinë e natyrës sonë, por ende nuk janë bërë pjesë e kësaj nisme? Gjithçka e re është e vështirë edhe të besohet, por edhe t'i bashkangjitesh. Kështu që besoj se me punën tonë të vazhdueshme që e kemi, e bëjmë dhe do ta bëjmë, shpresoj se puna do të flasë vetë dhe ata do të arrisin interesimin duke parë se me të vërtet puna jep një rezultat konkret dhe diçka më të mirë sa i përket ruajtjes ambientit, lumit CEM, por edhe në përgjithësi të malësisë, kështu që mos ta harrojmë këtë pasuri që e kemi, mos ta harrojmë CEM-in, sepse është një nga lumejt e rrallë nga të cilët mund të pish ujin e tij, do të thotë është aq i pastër sa që është uji i pishëm, janë lumenj të rrallë si kjo, do të thotë, kështu që me të vërtet na duhet një përkrahje më e madhe e qytetarëve të malësisë, sepse vetëm së bashku mund t'ja arrisim qëllimeve të përbashkëta, se nuk është vetëm qëllim i klubit sportiv apo imi personal, por është një qëllim i përbashkët i malësisë, që malësinë dhe CEM-in ta kemi sa më të pastër dhe t'jetë më josh edhe për turist, por edhe për neve që duam të kalojmë një kohë të caktuar pranë tij.